Krijimi i gjallësave të lloj-llojshme tregon fuqinë absolute të Allahut të lartësuar, pushtetin e tij të pakufishëm. Allahu i lartësuar ka fuqi për të bërë gjithçka. Ai është Qadir, sikur se e ka thënë dhe në fundin e ajetit të surës Ash-Shura, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wama batha fihima min dabba." Ndër shenjat, ndër argumentet e ekzistencës së Allahut, diturisë së tij, fuqisë së tij, pushtetit të tij, është dhe krijimi i qiejve dhe i tokës, dhe gjallësat që ai ka shpërndarë në tokë. Ai është i gjithfuqishëm për t'i ringjallur dhe për t'i tubuar gjallësat për në ditën e gjykimit, nëse dëshiron diçka të tillë. Pra ai ka fuqi t'i ringjallë të vdekurit. Ai ka fuqi të bëjë gjithçka. Dhe ai e ka dëshirën për diçka të tillë. Dhe përderisa ka njoftuar se do t'i ringjallë të vdekurit, atëherë kjo është realitet. Allahu ka fuqi, e ka dhe dëshirën. Në ka njoftuar se do t'i ringjallë të vdekurit, kështu që të gjithë të vdekurit do të ringjallen dhe do të tubohen. Do të tubohen në ditën e gjykimit. Këto krijesat më dha tregojnë se Allahu ka fuqi absolute. Ai ka pushtet për të bërë gjithçka. Nuk ka gjë që s'mund ta bëjë Allahu i lartësuar. Nëse ai dëshiron që të bëhet diçka, vetëm i thot bëhu dhe ajo bëhet. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Urdhri i Allahut kur dëshiron që të bëhet diçka është vetëm që ti thot asaj bëhu dhe ajo bëhet. Këto krijesat më dha atëherë dëshmojnë për fuqinë absolute të Allahut të lartësuar. Fuqia e njeriut nuk është gjë kundrejt fuqisë krijuesit. Padyshim që njerëzit kanë fuqi, edhe krijesat kanë fuqi. Kanë dallime në fuqinë që ka dhënë Zoti, po kanë. Por fuqia e krijesave kundrejt fuqisë krijuesit është fare pak. Ai që ka krijuar këto krijesat më dha ka fuqi absolute. Ata që nuk e pranojnë ringjalljen, ata nuk e njohin Zotin. Ata nuk e njohin fuqinë e Allahut. Po ta njohin Zotin, po ta njohin fuqinë e Allahut, nuk e mohojnë ringjalljen. Ata nuk dinë. Allahu thotë në Kur'an: "Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum." Ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën, a nuk ka fuqi që t'i krijojë njerëzit, t'i ringjallë njerëzit? Padyshim që ka fuqi. Kështu këto krijesat më dha janë argument i qartë për fuqinë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtë e refuzon vetëm një kokëfor. Allahu shpëlbeft mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina